O njerëz, ku është logjika te kërkesa e llogarisë që i bëhet Eglit? Pse u shtrivën krevat me Gjesin dhe nuk pranove dashurinë e Xumit? Ore, mirë ata brenda që edhe nëse nuk janë, bëjnë se mundi duhet për lojën. Po kur shoh ca komente jashtë, nuk di. Po pse më është shkruar diku që ne duhet të shtrihemi apo duhet i përgjigjemi ndjenjave dhe pëlqimit të çdo njeriu që vjen vërdall dhe thotë që ka ndjenja për ne? Po kjo pra është diferenca. Dikë nuk do ta shohësh me sy, ta shpif, nuk të pëlqen, nuk do t'i rrish fare afër, nuk do ta kesh fare vërdall, nuk do t'ia shohësh fare fytyrën. Dikë tjetër ke qef ta kesh afër, ta përkëdhelesh, të flesh me të, ta puthësh. Qa ka këtu për t'u habit kaq shumë edhe për ta kryqëzuar Eglin, ata që kanë kryqëzuar, domethënë. Dhe si mund të bëhet ky krahasimi që atë nuk e doje, ti bëje si e vështirë, ndërsa me këtë tani bën si e lehtë. Ju afrove më një herë. Po pra pikërisht, kur nuk e do një njeri, nuk do t'i afrohesh. Kur ke ndjenja, ke kimi, ke pëlqim, do t'i rish afër dhe nuk është turp, as mëkat.